Tojançe Angelov nga Qendra për Menaxhim me Kriza kalon në Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim si shef I këtij institucioni. Thotë se drejtoria tashmë një kohë të gjatë është në gjendje të rëndë dhe se përveç mungesës së pilotëve dhe kuadrove të trajnuar, vazhdojnë problemet me servisimin e aeroplaneve për shuarje të zjarreve. Angelov thotë se në një të ardhme të afërt do të menjanohen problemet dhe se verën do ta presim të përgatitur kur zakonisht ndodhin zjarret. Во овој момент во државата нема ниту еден функционален ер трактор, но јас сум оптимист дека набргу ќе ги имаме 3 ер трактори заедно со посадите, односно пилотите. Тие моментално се на сервис. Постојат одредени, би рекол, проблеми, но верувам дека брзо ќе бидат отстранети и истите ќе бидат вратени во државата благовремено во пресрет на предстојните пожари. Tashmë një kohë të gjatë planifikohet të bashkohen të dy institucionet, Qendra për Menaxhim me Kriza dhe Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim në një. Angelov nuk deshi shumë të flasë, tha se në qeveri është formuar një grup pune për transformimin e të gjithë sistemit për menaxhim me kriza. Мојот фокус како нов директор на ДЗС е конкретно формирањето на нова институција од двете постоечки. Институција која што ќе ги обедини функциите на постоечките две институции. Додека морам да укажам, целиот систем е далеку погломазен, затоа што летно време, кога беснеат пожарите, ние ги користиме хеликоптерите на полицијата, хеликоптерите на армијата, користиме полицајци и војници од специјалните единици. Angelov emërua drejtori Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim në vendin e Xhevat Selamit, I cili është në paraburgim shtëpiak për shkak se është përfshirë në hetimin për tragjedin Koçan. Në vendin e Angelovit në Qendrën për Menaxhim me Kriza u emërua drejtor Muhamet Ali, I cili vjen nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim.